1 prilli e njohur ndryshe si dita e gënjeshtrave. A e festojnë qytetarët këtë ditë apo nuk e pëlqejnë atë? E jani të shohim se çfarë thonë ata. Jo, nuk e festojmë si në mënyrën e ditës gënjeshtrës, po kurse si ditë e fillimit verës kështu në një farë mënyre, po, edhe si ditë e higjienës e rregullit si në qytet, si ku të qoftë që mbahet. Pikërisht me 1 prill gjithherë janë organizuar aksione send asa i përket asaj dite gënjeshtrës, për dikon është gënjeshtër gjithherë. Nuk më duket shumë e qellume, po ashtu ka mbet në popull. Pra ju nuk merrni pjesë në gënjeshtrat? Absolutisht, bile unë kam dëgjuar edhe gënjeshtra me karakter shumë vrash, shumë banal, sa që kanë thoni ka vdek baba filonit e sende kështu e do farë. Ato s'kan kur farë. Pra mundet me dalë jashtë kontekstit kjo ditë edhe mundet mu kanë pak ma e keqe se sa që është e paramenduar me urçe. Absolutisht, se po keq përdoret në mënyra të ndryshme. Pastaj pse të kaloj të rinjat e fëmijët të mësojnë që edhe për ditë këqija pas ka edhe ditë. Kështu që me një farë mënyrë më duket që nuk e ka venin as, nuk duhet fare të përdoret kjo si. Po si ditë e higjienës, si ditë e punës, si ditë e aksioneve për pastërti, e kisha përkrahur me gjithë që. A keni qenë viktime ndonjë gënjeshtre të ditës së 1 prillit? Jo, nuk e kam leju fort në familje me qenë ke edukat, duket kaq e mraftë, kështu. Edhe një pyetje të fundit. Një ditë si dita e 1 prillit që festohet në mbar botën si dita e gënjeshtrave, është edhe një mënyrë për me u mbledh gjithë së bashku që me e festu një ditë të bë hajgare, të bë gënjeshtra. Si e shihni ju këta? Nëse nuk merret në kontekstin që përmendet më parë, nëse nuk bëhet hajgare e keqe. Kjo në atë aspekt edhe unë kisha thonë kështu si një grup i triva apo të moshuarve apo që organizojnë për humor, për gjërat ndryshme që në smelon shumë me kalu në kontestin shumë negativ, shumë të vrasht, po vetëm në formë të humorit, në formë të lojrave, se në kim pas edhe për para lojrat ndryshme, lojrat kapuqave, lloj karnevalet verës kemi pas, por ato kanë qenë gjithherë në atë kontestin pozitiv, në atë anën shumë argëtuese. Ditën e 1 prillit, ditën e gënjeshtrave. A e festoni ju në mënyrën e juve ditën e gënjeshtrave? Ka qa me festoj është një të zakonshme, gjatë mujt, bojnë gjinja çfarë dush tema. Nuk merreni me gënjeshtra ose me hajgare? Po, çdo njeri merret ama jo diçka e madhe, për shkak se përdorim ta politika. Na me festu nuk e festojmë, se nuk e shoh të arsyeshme edhe me festu. A merrni pjesë në gënjeshtra në hajgaret që i bojnë ditën e 1 prillit? Po, marrëm pjesë, po jo që kena shumë kështu traditë fjala. A jeni ju viktima e hajgareve, apo është dikush viktima jote në këtë ditë? Unë ka ndodhë më konë tjetër kush. Ka ndodhë në jarë në spontan që ta ka dhënë në lajmë diçka, po nuk më i me cekë diçka. Si e sheh këtë ditë? Po si ditë të zakonshme. A mendon që është mirë me festu diçka me u mbledh që me bëj hajgare gjithë së bashku, apo po mendon që këto hajgare mundën me mrridhe në një nivel që është pak më ekstrem dhe hajgarja dikon nuk është më hajgare? Po ndoshta është mirë me pas kujdes, edhe hajgarja me pas një kufi, se nëse i te i kalon edhe hajgaret ato mund me dalë tani jashtë kufive. A e feston ju atë ditë në një mënyrë t'juve që shekene? Çish festohet 1 prilli? Tu bë hajgare, tu bë gënjeshtra. Pra ju nuk merrni pjesë në këtë? Ja, çfarë primitive që me bisedu për atë punë është në gjmim, ja. Pra ju nuk menoni që duhet më u festu kjo as kur gjë? Çish festohet gënjeshtra? A mendoni që duhet me u festu 1 prilli? Po jo, po çfarë do me thoni e ka ajo? Ajo është një asgjë. Këto e shohin si një ditë që me u mbledh gjithë së bashku me bë hajgare edhe me qesh pak, si ditë pozitive po themi, po qysh e mendoni ju këtë ditë? Po është një argëtim, po s'ka do me thoni diçka, po një argëtim është. Unë vetë jo këmë shuë për shemë asë gënjeshtre, o bo për një qast interesant. A e banin mend në një prej gënjeshtrave së hajgareve tua, cilat i keni boni personi tjetër? Po, për shembull se unë jam hotelier, në restoran në 8 mëngjesit të erdh njëri,
unë e desha shok e kesha në atë kuptimin edhe e desha që edhe familja njofsha, e desha që grunë dhe qikën i konë në banes, i thash që më kuj kje mrena qikën edhe grunë, qysh, ta që mrena gurdula i shkoj atje, tha gurdul, ta shok, thash një prilli, këtë të ranove të dhëdhon, qysh e lash para 5 minuta në banes, e gjeta grunë këtë me qikë, e u konë shumë interesant. Pra kjo mundet mu përdorë si ditë që me pasi rastin tënë, që me u qenë qesharake. A ka raste ku këto hajgarët edhe mundën me mri një ekstrem pak më të nalt? Po mbarët për tipi që e kupton hajgaren edhe mënyra që shpja thue. Për shembull kom pas rast e kom thonë që e ke ndësho këtu një ditë e bënë një fakturë e ta lanë ty. Qysh, ta unë se kom thash, jo, ata shok të mirë tut janë, thash unë e di, thash që ti, s'është problem. Thash e di që se si këshal shop, ata i shok tut mirë. Sa është, thash, ja 63 euro. Kër ta aqë bima, kër e shkova që ja shkova një prilli, ju kom interesant të kone. është interesant, po janë vartë për tipave, dhe në shumica e kuptojnë, po dikush nuk e kupton, e merë si fyrje, si ofendim, a e në kërshkolla e është një. Në i mënyrë jo një prillën, a boni në hajgare, në i gënjeshtër me të afërmet ose me shëshnin të në gënjeshtër së bëjë, kurullo, i që realitetin e. Pra nuk e sheni si ditë që duhet mu festu as me u bo, kjo dita e gënjeshtrave. Jo, mo që osman, me festu. Se njerëzit e shohin këta si mënyrë për me festu edhe për mu bo bashkë që me bo